Ferma Kosova, viti 2016, mund të thuhet që është tatlindja e fermës në këtë kohë. Si keni ardhur deri këtu? Deri këtu, normal, na kemi jetu edhe në Zvicër, po ideja u konë gjithmonë edhe e burrit se ka pas dëshirën gjithmonë me pas një farë ferme të madhe në Kosovë. Dhe me vjetë vetanake, fillet kanë qenë ditë të para sigurisht të vështira. Kanë qenë shumë të vështira, normal nuk e kem pas shtallën tonë, në duft me shku me qëra. Derisa te ke investu, jo ata, jo këta lopë, mas andaj, ja. Fitimet fillimisht, fitimet familjare. Fitime familjare, po. Prova, ditët e para, vitet e para, po nga vitin vit është rrit numri. Po, nga vitin vit, perani, do më thonë një kamioni 32 copa, ka shku 62 copa, vit për vit të ju rrit. E tash, sigurisht që keni hi edhe në zinxhirin e huamarrjes, apo shfrytëzimit të mjeteve me kredi, jeni mbet aty, apo keni bet për ata që fitojnë? Jo, na me kredi nuk kemi pas jo, se normal kemi pas Zvicër, pasuni dhe Fiat Jetë, kur e kemi shit, kemi investu gjithmonë në Kosovë. Dhe thot fitimi ka qenë, edhe fitimi ka qenë, edhe pse mundi është sfida ka. Po, sfida ka gjithmonë, po, dhe më thonë me punën, me drejtimin që e ki, atëherë mund është mjavi. Ka farmerë që dëgjojnë tash juve të i folë dhe thetë pse unë nuk ja nisi me këtë punë që pas ka fitim. A mund të shpjegoni që pak edhe nuk është punë që thaq që të themi me lula? Normal gjithmonë ka fitim, po ka edhe shumë që humbjet madhe, dhe më thonë, po duhet me këqyrë. Ka diska që ka sfidu që keni thonë pse e kom nisë me këtë punë? Vinë, do më thonë, me nëzispresin me ardhë dhe vajzat e djali për me ardhë. Vish që dojnë mjelin një lopë ose ta shiqojnë me preke e kanë zarë pej të lindjes. E tash të ja ke edhe ndo një punë veçantë për posë që zbatoni urnat që thu punëtorëve apo diçka tjetër. Jeni këtu sa ditë, jeni këtu sa e një Zvicër. Do më thonë, shkelqimi është këtu ma shumë, amo unë udhtoj. 3-4 ditë këtu, 3 ditë atje në varë, se qysh, po shkojmë tani edhe bashkë për mi klasifiku lopt, po si me thonë 3 ditë këtu, 3 ditë jashtë venit, qashtot. Plotësoheni mirë. Plotësohen, po. Razi keni, do thotë pajtim keni. Po ata
s'arrin kur gjo. Papa i tim e para zi kur gjo s'ka.